Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahu xhela falendrojmë, salavat e selamet pejgamberit alayhi salatu wassalam e dërgojmë. Transmetohet nga Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, thot ishme me pejgamberin alayhi salatu wassalam duke ecë rrugës, edhe filloi po I këshillonte disa njerëz duke u thonë: o ju burra, kush ka mundësi prej jush me u martu, le të martohet. Pastaj vazhdoi, thot fa innahu aghaddu lil basar. Kjo është forma më e mirë për mu kujdes për shikimin nga harame. Po ashtu thot edhe forma më e mirë, domethënë edhe shikimin me rujt, po edhe me rujt moralin. Po men lam yastati fa alayhi bisawm. Ai që nuk ka mundësi për mu martu për shkak të kushteve ose rrethonave që rrethojnë, thot atëherë le të mundohet me shtu agjërimin. Ktu është për qëllim edhe agjërim nafile edhe agjërim farz. Fa innahu lahu wija, nga sa agjërimi thot është për ta, si të themi, mburoj. Të nderuar vëllezër, pra pejgamberi alayhi salatu wassalam ka fol për moralin këtu dhe I ka përdor dy sebepe që e ruajnë besimtarin nga morali. E para është martesa, edhe e dyta ulja e shikimit nga e dyta agjërimi. Martesa po ndikoj ka edhe në uljet të shikimit, edhe në rujtjet moralit. Sepse njeriu I cili Allahu xhela ka mundsu mu martu, ai nuk ka nevojë me shiku poshtë e lartë për arsye se është I martuar. Jemi të folë gjithmonë për një njeri I cili është I moralshëm. Ai lahpere dhe rrugaqe edhe shpirtëziu, ai s'ka monal për harameve, për moralitetit, për shikimin në haram. Por më mundu me gjetë arsye me thonë që jam pa martu, s'ka. Nuk ka më mirë se sa kjo formë për uljen e shikimit dhe për rujtjen nga amoraliteti. Por normal që të gjitha duhet më bë për hir të Allahit. Besimtari edhe kur ul shikimin, edhe kur martohet, edhe kur është pa martu, edhe çdo herë duhet me pas takvallahun, devotshmërinë. Devotshmëria është esenca e të gjitha kujdeseve nga haramat. Nga haramat. Edhe dyta që po na intereson këtu për hadithin ton, e pas ka përmend Resulullah sallallahu alaihi wasallam, ata që s'kan mundësi. Pse mos me pas mundësi? Ka raste kur nuk mund me gjetë nusës, sukon kadar hala. Allah se ka bo kadar. Lypi shkreti po qesun hecun gjanusë. Ose shamull nuk I ka kushtet ekonomike, sepse ka raste kur njerëzit vën kushtet rana në për shtetet caktume. Lyp me pas banesën e vetë, lyp ata, lyp këta, djemë të risë kanë mundësi mi ba të kushte. Ose I thot jo, dush me pas fakultetin e krym, jo magistraturën. A I dhe ta krym magistraturën edhe doktoraturën bo në 30 vjetë, 35 vjetë. Edhe gjatë qëse ose ka shoqëri që ky ka shku në shoqëni huj është, edhe nuk japin nuse, e dallojnë, thot jo se ti e huj, edhe si japin nuse. Në këto raste, po thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush s'ka mundësi, atëherë le të agjëroj. Agjërimi në aspektin fetar e mban besimtarin mangat Allahut. Po ashtu, të e bajt gale çdo ditë jam agjërushëm, nalet për ushqimit, nalet prej pijes, edhe nalet prej shikimit në haram. Gjithashtu kanë përmend ulemat duke u konsultu me mjekt, se njeriu kur është und, zakonisht nuk ka vakt me menu për epsh, se na thojmë popullor që I kënojnë zorët për uris, edhe kur ta und, epshi është më I nënshtruar. Enët e gjakut ose ato venet ku zakonisht shejtani lëviz jashtë Ramazanit janë më të vogla, sepse mblidhen nga uria ose të kurrën. Edhe pse normal nuk di me mjeksi me shpjegu aq mirë, por nga ajo që kemi lezu ose dëgju, agjërimi edhe uria e dobëson epshin e njerit. Edhe s'ka vakt me mendu për kajtje, po për mbjetesë, për ushqim.
Prandaj në shoqëritë e varfra ose në për luftra e tjerë, njerëzit nuk i këshyrin lukset që veç këshyrin me mbjetu. Në vendet e pasura, edhe ku janë barkun ku e kanë mushklët, aty pastaj fillon me bo edhe harami në zina stile. Dikush vun për buk, e dikush tjetër i ka provu kret haramet, sa ta është donë me provu dhe harame, të ndryshme edhe stile të ndryshme në për zinaja. Allah i në rujt. Prandaj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pas ka këshillu që çdo djalë i ri, i cili nuk ka mundësi me u martu, le të jepet pas agjerimit. Wallahi, është provu praktikisht kjo formë nga shumë besimtar, edhe ka pas normal ka sukses, për arsye se a ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ajo detyrimisht ka sukses. Por ne po themi edhe praktikisht është vërtetu, sidomos në vendet ku lakuritësia dhe harami është i përhapën, aty këshilloni fëmijët e juaj, pasardhësit e juaj, nipa dhe mbesa, që të përkujdesen, s'ka ma mirë se një djalë i ri që i ka 17 vjet, edhe që o të agjeran, i ka 22-3 vjet, agjeran vetëm me urujt nga harami. Lusë Allah në zhelë që të në ruj për haramit, në shtoj imanin, në shtoj dijen, të në bëjt të devatëshëm, në i falë mëkatet tona dhe të në vëzojnë në rrugën e drejtë. Allahumma amin.